Jo Niketa emërohet drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë votoi në unanimitet me 11 vota pro emërimit të kandidatit të propozuar nga SPAK, Jo Niketa, për drejtimin e strukturës së Byros Kombëtare të Hetimit. Kryeministri reagoi pas pretendimeve të gjyqtarëve se janë nën presion. Rama tha se gjyqtarëve u kanë kënduar me libër shtëpie dhe nuk janë ankuar, ndërsa për presionet që adresojnë atij, Rama deklaroi se gjyqtarët e dinë se nuk i gjen gjë nga unë. Ish-presidenti i Shqipërisë Bamir Topi u paraqit në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pas marrjes në pyetje, Bamir Topi deklaroi se hetimet e SPAK do të nxjerrin në pa të vërtetën e ngjarjeve të 21 janarit 2011. Kaos në Komisionin e Ligjeve për kandidaturat e Avokatit të Popullit. Ulsi Manja përplaset me Gen Strazimirin për çështjen e firmave që ju dhanë kandidatëve. Strazimiri e akuzon Manjën se po i kalon kuvendit një relacion të rrem, ndërsa Manja i kujton se si demokratët gënjyen kandidatët duke u tërhequr nga firmat që ju dhanë. Gjermania po rrezikohet nga prania e dronëve mbi aeroporte. Në hapësirën ajrore gjermane po shtohen rastet e rrezikshme kur dronët hyjnë në trajektoret e avionëve. Sipas shërbimit gjerman të sigurisë ajrore, deri në fund të nëntorit u regjistruan 208 ndërhyrje të rrezikshme në trafikun ajror.